Tim Çamuçunski, ministri i jashtëm i Maqedonisë Veriut, vizitoi këtë të mërkurë Pustecin. Këtu në Pustec kemi komunitetin tonë Maqedonas. Kam ardhur me ministrin e brendshëm dhe pas pak do na bashkohet edhe ministri i kulturës. Komuniteti ka kontribuar në shoqërinë shqiptare, ndërsa ne si qeveri duhet të bëjmë më tepër për minoritetin Maqedonas në Pustec. Duhet të financojmë projekte sociale dhe kulturore në këtë zonë. Duhet një nivel më i lartë konsullor, jo vetëm pasaportizimi tyre, por dhe aspekte të tjera. Unë do takoj javën që vjen kolegun tim, Igli Hasani. Kemi një marrëdhënie fantastike me të. Gjithashtu, do t'i kërkoj ministrit shqiptar hapjen e një konsullate maqedonase në Korçë. Pyetjes, Rama takoi përfaqësuesin e BDI nga ana tjetër Kurtja të Vlen. E shihni si një ndërhyrje në politikën maqedonase, ndërsa ai u përgjigj. Kryeministrat kosovar e shqiptar ishin të ftuar në një samit suksesshëm për agjendën europiane. Unë mund të them se ishte një samit që shkoi mirë. Aktivitetet politike janë normale kudo. Unë jam një besimtar i demokracisë, po kemi zgjedhje pas pak kohësh ku ne si koalicion qeveritar jemi besim plot që do të fitojmë për punë të bëra. Jemi një shoqëri multietnike. Pyetjes tjetër, raporti i fundit i Parlamentit Evropian thot specifikisht bota serbe po kërcënon sovranitetin e Maqedonisë Veriut. Komentin, ministri i jashtëm e bëri kështu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku takova sekretarin Rubio dhe kemi një marrëdhënie fantastike. E dyta është antarësimi në Bashkimin Evropian. E treta është antarësimi në NATO. Nëse ka ndonjë ndikim apo nivel të lartë, vjen nga këto tre aspekte dhe nuk dua të flas për teoritë apo atë që ndodh në tokë. Nuk jam dakord me raportin kur bëhet fjalë për influencë në vendin tonë. Jemi vend sovran, me politika të qarta me interes për antarësimin në Bashkimin Evropian, në NATO dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.